Përshëndetje nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jona. Mundesh pak më na u prezantua dhe më na fol pak për jetën tënde, vështirësitë e tuaja dhe sakrificat që ki bën jetë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që më keni bë. Unë jam si Vdije Sadiku, jam nga Vushtria, e lindur e rritur jam Vushtri, babën e kam prej fshatit Pasum, komuna e Vushtrisë, nonën e kam prej fshatit Kushtov, komuna e Mitrovicës. Nëna gjyshit tim Hajria, motra Isa Boletinit, nuk po du me përfitu prej vujtjeve të dajesis, po vesh po të regoj pak atë gjenezën time. Punoj më rikëthy që gati shullin një lere kom punu gjatë, po tash që një vit e gjysë kam fillu me punu më rikëthy pellazgjia shqiptarve, si to kam me vogël që do të më na më rikëthy bas gjenocidit 2500 vjetë. Pellazgjia ka qenë Evropa, Azia, deri te deti Kinez dhe një pjesë e Afrikës. Këtë harë do të mja të regu botës, se këtu manipulohet me nashit sapunin për djath, sepse këtu do të veç me na interesu vetëm kufit. Se mrena kufive, sot janë shtetet e ditëve të sodit, që në atë kohë nuk kanë ekzistu, dhe emërtimet janë të më vëndshme, jo të kohës kur ka qenë pellazgjia. Do me thënë, është një politikë botërore që punon kundër shqiptarëve fuqishëm, gjithë shkam me na e kanë modifiku gënjeshtrën me na shitë për të vërtetë, dhe vërtetën e kanë mshef, e kanë minimizu, e kanë bërë aq jo të rëndësishme, jo relevante sa njeriu s'po din a mi besu gënjeshtrës a të vërtetës. Se di që sa të përmirësh me këtë çështje. Ta them drejtën, jam rrit në një familje adhetare, ku u rrita me 2 nona, 2 baba, se unë kisha 2 prind biologjik, por edhe agja tezja, që për mund kanë qenë super prindrit e mi. U rrita në familje ku agjës e tezës ju kishte vdekur super prindve të mi djali, kishin pas një djali, ju kishte nën muaj dhe ju kishte vdek dhe mos kishin pas fëmijë. Prindve biologjik kishte vdek motra para meje, që ja kishin vu emrin Hajri, mu emrin e nona gjyshit em Hajria, motra Isa Boletinit e cika dhe më herët, e ja kanë vu emrin motrës time që ka qenë para meje. Ajo kishte vdek 2 vite gjys, dhe para mera me men kur 2 par prindve në një familje ju vdesin 2 fëmijët e parë, çfarë gëzimi është kur vjen një fëmijë në këtë botë, e isha une, fatlumja, dhe për Zotin kam jetu si mbretresh edhe ende më manë familja dhe jetoj Zotin mi rujt, kam shumë bërç familjes tem, por unë kur s'ko me mujt mjav këthy, po inshallah veç nuk ndodhin gjërat këqija, se për të mira nuk presin ata prej meje. Se ky misioni për çështjen kombëtare ma ka ndryshu jetën për 360 shkallë. Sa i përket shkollës së Vdije, të e pas parasysh kushtet kanë qenë ma herët pak matrona. Sa e vështirë ka qenë për ty me u shkollua dhe me mbri këtu ku je? Unë kom pas fat se 2 babat e mi, super baba punën të në Zveçan, atër pagat kanë qenë sa sot 4.000 euro. Pastaj babi jem biologjik, në vitin 1971 ka shku në Gjermani, ka shku për 6 muaj, ka mbe 40 vjet. 40 vjet, a vetëm për 6 muaj ka shku, ka të ndërtej një shtëpi dhe të blej një makinë. Kjo ka qenë synimi ti për 6 muaj dhe edhe më kthy në vendin e vet. Po tani ato kërkesa, ato prishën situata, dulëm njerëz pi puna, ku mu kthy? Plus i morë edhe 2 vëllezër tjerë, mu nuk më ka marrë asë njerës atë ke që dite me ty që ke linë Vushtreje rrit e ki kokën mendimet i ki të evropianve. Çka po ndodh me ty? Ndoshta kjo kultura mbrëmshme, ndoshta edhe dhona e Zotit, edhe jam njeri që vetëm gjërat e mira jam marrë njerëz, që për shembull 1 milion të këqija mi pas një njeri, vetëm një të mirë, vetëm çat mirën jam marrë, ato 1 milion të këqija nuk nalen të unë. Kështu që kudo që shkoj, çka do që bëj, me çka do që merrem, i marr veç gjërat e mira. Ndoshta ato të mira tani po mbojnë më të fortë. Normalisht sa ne të mira po mi marrë shumë e mire dhe besoj që çdo njeri ti duan, se negativiteti jonë është jem të rrethon për negativitetin. Disa njerëz edhe ushqehen me këto gjëra negative që po më dhimbën. 1 milion të mira mi pas nuk t'i shohën, po një të keq ose një të met ose një investojnë në pikat e dobta, le ti marrin pikat e forta ose të investojnë në pikat e forta. Po më çuditin ky mentalitet, nuk e di. Ndoshta shërbime, ndoshta rryma, ndoshta e di. Se ti e ceke ma herët kur kem të bisedu, the që e kom kry shkollën e mjekësisë, në shkollë të mesme. A mundesh më na tregu pak pse nuk je punësu? E kam kry shkollën fillore në shkollën Ajin Frashëri Kushtar, se atër kanë qenë me emër time slave. Pastaj shkollën e mesme në Muharrem Bektesh, edhe ende është ky emër, është një pjesë e shkollës së mesme me këtë emër. E kam kry fazën e parë, vitin e parë, dytin.
Vitin e 3-4, që atëherë unë ndrejshin drejtimet për vitit 3, që ka qenë shumë punë e vështirë për të adaptu në një profesion ku s'kishe thuje shumë pak njohuri. Kam shku në mjekësinë në Mitrovic. Synimet e mia dhe të familjes time ishin me studiu mjekësinë. Ondër e jetës time ka qenë informatika, kompjuterizmi, nuk e di pse i kam dosht këtu. Po në atë kohë s'ka pas, po nuk e di si ndoshta edhe për filmave ma shumë të imagjinatën, tu i patu robota, tu i patu satelita, tu shku në për planetet tjera, tu ndoshta edhe kjo ishte ajo që të lindë kesu shpirt, po tash më vonë u bo profesion që shumë njerëz e kanë zgjedhë, unë i uroj ata që kanë zgjedhë këtë profesion. Shkova në mjekësi vitin e 3-4, ishte një profesion i vështirë për mu, terminet krejt në gjuhën latine, çdo ditë kam udhëtu vushtrim Mitrovic dhe Anasjeltas, ta them drejt, në shkollën e mesme vetëm kam lexu në autobus, kam lexu pushim gjatë, pushim të shkurt, rrugës në shtëpi veç kam marrë kam hangër buk, kam flejt dhe në ora 8, prej orës 8 deri kam shku shkollë pa flejt fare. Vetëm kam lexu se kisha synim më regjistru në fakultet mjekësisë, ishin kriteret e forta, ishin të kushzuara notat shumë të larta, pastaj testi, konkurenca ka qenë shumë e madhe dhe ende është. Mjekësia gjithë ka qenë një profesion, e baba im theke mjekësinë dhe fakultetin teknik, çdo dyja, kur ti krysh, e dikushi. Fakultetin juridik e mërshën, dikush bili bëshin për shaka me gjystrur e kryn. Unë ju kisha thonë më ka dalë mbi kokë, i profesion është shumë i vështirë, po ndoshta që është teori njerëzit e marrin të lehtë, po jo është shumë i vështirë. Këtu që e cike the kom lexu edhe besa nuk kom flejt. A mundesh më tregu pak çfarë mendimi ki për rinin sot? A lexojnë sa duhet? A është bo pak sikur monotoni leximi sot? Për fat keq politikat në qeverisja, unë i thëmë keq qeverisja në vendin tonë, se prej rilindazve nuk kena pas, kështë mendimi e mi kërkoj falje, por unë kështu e shoh këtë kohë, edhe më herët, prej rilindazve nuk kena pas përfaqësues të denj që punojnë për kombin shqiptar. Këta politikan, mendimi e më prap e boj përgjithësinë, mu më duke që janë të shitur, se në tjetër analizë nuk po ma jep, nuk po bojnë politika të duhura për qytetarët shqiptar në Pellazgjie, nga Dishullin e Lirek. Ndoshta lakmia i ka pru njerëzit deri këtu, ndoshta dhuna, ndoshta shantazhet, unë nuk e di, ata më mirë është vetë me dojnë me thonë të vërtetën këtij populli, se si kanë ardhur deri këtu opozita politike. Këtu ma shumë luftohet për parti se për shtet, ma shumë luftohet për pushtet se për të drejtat e qytetarëve. Ende nuk kemi politik që punon për të drejtat e qytetarëve. Prandaj rinia jonë, unë kur t'ju them, rrethit tim familjare, shoqëror, mësoni mërë se na të mësujnë artu, pse qa ke fituti me 3 magistratura, një sirtar diplome, i pa punë, kur njerës i im punë, ta mbyllin gojen edhe nuk lojnë me folë. Unë i them, kanë me ardhë ditë mira për juve, lexoni se pa lexu nuk ka, pa mësu s'ka. Se rinin e kena shumë inteligjente. Dorën zemër, rinia jonë i din 2-3 gjuhë të huaja dhe t'i flasin shumë bukur dhe t'i shkruajnë. Pastaj shkencat kompjuterist, unë po thëmë po lindi me qipa në kry, për zotin, kështu mendimi e mështë. Se fëmia 1 vjet din me përdor telefonin, unë e kam po veç Kosovë. Se mo 3 vjet, ose kur mësot me shkru, po t'len flejt, unë fëmijët e veç e lëpys në një gjonë telefon që s'di më orientu ose blokohet ose diçka. Po them kena një potencial të fort të rinis tonë, po për fat të keq, cilin e pys ku e shardë mërin tonë e thot, me ikë botën jashtë. Po, do me thonë, edhe dojnë me punu për... Po këto jënë politikat tona, që qytetarit tonë mja gërdit jetën me lon pa punë, me lon pa mbrojtje sociale, pa sigurime shëndetësore, pa pagë dinjitoze, sa më i menqër dhe sa më objektiv jeti s'ke ven kërkon herë, se s'lojnë, do të më shit, do të më shku më bo servel, me ullë kokën, me bo shka të shefi, kry shefi për të shefit, sa dhe ta i sundon dikush, edhe ta shti, a lejon vetën ty që ta shune ty me të bo kriminele për një pagë? Në shta duron një muj 2-3, e bom pare ti ke dal jashtë. Se shjetohet me kriminalitet e me amoralitet. Arsye gjithmonë thonë, pse me kry shkollë? Po kry shkollë dhe ka marrë japë.
Po as kam anies ki shonë që unë me 3 magistraturë universitar diploma s'kom shonë as në restoran s'kom shonë të më punu. Do me thonë gjithë këtë shkollë ki kry, gjithë këtë mund e ki bo, edhe për fundimi, qka jetu bu tash, pos saj që po e thuj që jetu mirë me... Këto jë mirë pe shumë vitesh, unë mendoj me qëtë sistem juridik që ka gati shulli lirek, se në përgjithësi është, po sidomos këtu, Kroacia është në nivel më të lartë, Greqia, Serbia, Malizi, Bosnia Hercegovina, Maqedonia Veriut, Kosova, Shqipëria, unë shishon politikat e këtij rajoni është një mafin pushtet ku nuk e ka objektive ka vetëm pasurimin e vetit, mbajtjen e pushtetit, t'jenë sa ma jetë gjatë, ata t'jetojnë, ata të kenë lukset e tyre, jetën e tyre, po ata janë bo lumët ata për veti, po tash mirë popli. Njerëzit i kalon me zarara, me 1 herë, 2 herë, 3 herë në ditë. Më shumë se 5 herë nuk kena në ditë një vështërisa gjërë e shoqërisë. Tregom çfarë çmime kena, më shtrejtat në Evropë. Kush do që t'vjen prej Evropës, kanë me thonë me Gjermani, me Suedi, me Norvegji, me Danimark, me Belgjik. Kur vjen punat e pagat i kena shumë. Thojnë kush të vjen prej Evropës, thojnë qysh jetoni ju në Kosovë me këto çmime kaq qarta. Pa punësie madhe, paga ato si paga janë më ditje, sa merr në Evropë, brenda ditës do i merr një muj ditë. Pensionet e vogla, si me jetu, si me jetu. Besa thojnë, shumica thojnë që ma shumë hargjojmë se sa që marrim rrugë. Do me thonë, dalin... O, mos me qenë mërgata qësë në hajnë, moj. Qashtu. Do me thonë, me O, mërgata... ki di si jetohet këto. Normalisht. Ata duhet me, atje kanë shpenzimet edhe veta në Evropë, edhe gjithë të namojt neve. Po, mos me qenë mërgata, me që me thu qatë së hajnë. Për zotin, ata na mojnë, ata na i paguj të shpenzimet e mdoj, ata na i ndërtuj shtëpijat, ata na blejnë makinat, ata ose një me morë dhe me na pa dikush që ma pa dikush ke qanë, thët, so ka kushtu kjo qanë. Për zotin po që, kjo qanë është shumë e shtrajt, ma ka dhuru motra. E ka blejnë Gjermani, ma ka dhuru motra, kompletet mi ka blejnë motra, sandallet kunata, Kaj qa kam për familjes. Edhe me më pa mu, unë jam si bretresh, ta shtu e ti mës me pas pare ti që si po dukesh, do aktivitet gati komtar që duhet me marrë pjesë, këtë me financat familjes, po zotit shqyqyr që s'pi dohan, alkohol, nuk i bëjt të gjonat këqia, ndoshta ato, ju thëmë familjes e ma ato pare, që është dosht, pare të haramit që thëmë, pi shfrydzoj për çështjen kombëtare. Qashtë, ti shfrydzoj për çështjen kombëtare, a mund është më akull pak për këtë temë dhe unë e du më ndalë të nga pak tek protesta në vdoqë, është po, edhe me më tregu pak në mendimin ta çfarë me bëjë. Ta them drejtë, mas luftës kam punu për reforma në universitet, isha ja studentja që kam dollë më varë që ta jetën ta me bëra e vona kusht, për shkak se institucionet unë e kam ditë edhe para luftës që një pjesë e elitës janë kanë të shitur, jo gjithë, po një pjesë e konsiderueshme. Dhe ata s'na kanë lënë me ecë përpara, as para luftës, as më herët sa ka qenë Jugoslavia, edhe tash mbas luftës jam nxjerra ngjyrën në këtyre. Dhe marrën se kisha punu 10 vjetë para luftës për reforma në universitet, në sistemin arsimor, edhe në shëndetësi. Po mbas luftës, shëndetësia jo që s'ka rëndësi, po nuk merret shumë prioritare, sa merret arsimi. Arsimi është e drejtë elementare e njeriut. Edhe marrë iniciative me ndru sistemin e punës në Universitet Prishtinës. Në fakultet juridik, sa atër isha student në fakultet juridik, dhe kërkojsha prej studentave për me punu për reforma dhe thojsha bëjeni një synim vetit për me punu për çështjen kombëtare. Edhe studentat kanë dëgju mu masovikisht unë të folë me grupe studentat, të shku në për fakultete, në për të konviktet aty banojsha të qendra studentave. Po, kam banu të konvikti numër 3 nëse s'gaboj atëherë. Mjekësia Jo, tash nuk e di tash janë ndrue. Edhe janë renovu konviktet, ju kanë ndihmu studentave për banim, për fjetje, për ushqim, për mjete higjienike, ju kam ndihmu për rrymë, për ujë, për unë e kisha fokusin të sistemi punës, unë e me radhe me gjatë të tjera sekondare të drejtave studentave. Sa tani u bona një figurë shumë e çmueshme mas luftës, plus kisha sot 6 muaj me dalë më varë, kërkova prej organeve të pushtetit ma vendos 3 kamshin. Ta them drejtën, unë s'do isha me vdek. Unë isha
që do isha reforma. Thësha, nëse do një reforma, urdhëroni projektin e kene. Ose bëni ju një projekt që dënë edhe ma mirë se kë. Por s'do një reforma, atëherë sot 6 muaj keni me vendos trekomshin e keni me varë studentën e juve. Se s'kisha tjetër forcë, motra studente isha. Do më thonë vetëm kokën time kisha. Atëherë studentat më kanë lajmëruar te profesori Azir Shala, Televizja Kombëtare Shqiptare. I kanë tregu, thot, po vjen një studente, po na ful për reforma në universitet, por po thot, bëne një pik dikun për Bashkim Kombëtar. Edhe më thirë profesori. Profesori ndjerë se tash ka vdekje, kam pas i gjysh. Ka qenë një njeris. Unë s'kisha dëgju njeri që flet aq mirë për çështjen kombëtare dhe një gjërat ashtë thellë. Ta thëmë drejtën isha studente dhe unë kisha lexuar diçka nga historia, disha krejt, po jo dhe qato finesa. Edhe kur e ndëgjoj profesorin të fol, unë më nuk mujt mu largu prej lëvizjes kombëtare shqiptare, thash profesor, unë jam një prej antarëve të juaja, çka di dhe mundëm ka me punu këto. Profesori kishte 4 pika, e kishte këshillin e lartë, këshillin e përgjithshëm kombëtar shqiptar, e kishte këshillin ndërpartijak, dhe e kishte një demonstrata, kështu i thonte, masovike për mu rikthy, a e kishte këtë ardhë. Kjo është Televizja Kombëtare Shqiptare, e kishte këtë Gadishull Iljerik, për thëmë këtë pjesë. Pastaj ishte harta e gjuhëve, këtu kanë qenë nga 3 metra në të punuara, i kanë Televizja Kombëtare Shqiptare. Këtu ishin rrënjët e gjuhëve, ishte Pellazishtja dhe Indo-Evropiania, por sot në botë po është jek Indo-Evropiania, ka mbet vetëm Pellazishtja. Pellazishtja është gjuha më e vjetër në botë dhe bose gjitha gjuhëve të botës dhe gjuha më e vjetër në botë dhe folur. Pastaj kjo ishte Shqipëria etnike. Ai këtë synonte. Se mbas luftës na kena menduar, kena pas edhe një projekt me profesorin e ka pat punu, na ishim bashkëpunim me ta, për mi bashku partitë politike shqiptare. Dhe kena shku, kena punu me të gjithë, po kish kush që i bën bashkë me ta njerëz. Seriozisht, shumë partive politike do të ma vu drynin. S'jam të punu për interes të kombit, s'jam të punu për interes qytetarëve të popullit tonë, ta janë të punu vetëm për interesat e veta. Edhe tani unë të studiesha marrëdhënie ndërkombëtare, masterin e krya fakultetin juridik 4 vjeçar, pastaj masterin e parë marrëdhënie ndërkombëtare, masterin e dytë politikat e Bashkimit Evropian, masterin e tretë menaxhim biznesi dhe unë fillova tani tu lexu, tu bë projekte, edhe gjitha këtë hartë. Kjo hartë është gjinë në arkivin e Rusisë, është Gadishull Iljerik, të do të më na interesu kufit, si mu rikthy kjo, është shumë e lehtë. Ajo që duhet mu cek, botnisht, është se në këtë hartë Rusia nuk figuron Shqipëria dhe Kosova, do me thonë kam punu shteti shqiptar mos me ekzistu këtë hartë, por kanë me dështu rënë, pse kanë investu me shekuj, kanë bu luftra, kanë bu gjenocid, s'kalon zez pa bu, por kanë me dështu shumë rënë, se politikat botërore tani po punojnë me mu bashku shtetet kombe, se deri tash ishte rendi i ri botëror, globalizimi, dështoj se e thujnë kulturat, tash është roli politikat botërore do të punojnë për mu bashku shtetet kombe, ka mu prish Bashkimi Evropian për mu bashku shqiptarët, ka mu prish Turqia mu bashku kurdet, e të tjera. Pastaj unë rrita pro këtë hartën. Ja, shikoni këtë Gadishullin e Iljerik profesorit, me këtë, ja sa më odhështë. Kjo është vetëm kjo Iliria, po kjo është ashtë më e madhe. Do me thonë profesorit ja vazhdova punën, e rrita hartën, që kësi duket Gadishull Iljerik sot, tash më pysin, a duhet krejt këto shtete më prish? Këto shtete se 3 gjëra janë që duhet me ditë njerëzimi. Gjithë bota janë shqiptar, Raca bardh jena Pellazgo Iljer. Kush e vërtetan këto? Këta e vërtetan ADN-ja, gjaku, geni, EV13 e kanë krejt njerëz të botës, po më të fortën e kena ne shqiptarët e Gadishullit Iljerik, ky territor. Pastaj gjuha shqipe, gjuha pellazke, gjuha me vjetër në botë dhe bazë gjitha gjuhëve të botës dhe gjuha me vjetër në botë e folur, dhe Arkanoas, kur Zoti ka dhënë popujt me përmbytje, Nuaj ka pas 3 djem. Djali i madh Hami, me nuse kanë gjenë zi për i lëkurës, i ka dërgu në Afrikë. Djalin e dytë Semin, i verdh për i lëkurës me nuse, e ka dërgu në Azi, Semi Semitët. Djalin e tretë Jafeti, ka qenë i bardh pak me pikat kuqe me nuse, e ka dërgu në Gadishullin e Iljerik. Por shkencëtarët shkojnë edhe më lart, thonë edhe para nos kena qenë shqiptar. E ke edhe një dokumentar shkencor, thoti flisti shqip, qarkullon në për internet, mund të dëgjoni, dhe përmbysin Atlantidës. Ishte shumë interesant e drejta shqiptarëve në botë. Për këtë s'ka rahati në botë, se gjithë bota punon kundër gjakut vet, kundër gjuhës vet dhe kundër
kundër qenjës dhe vetë. Për këtë s'ka rati në botë. Pastaj botën e udhëheqin të çmandorit. Ata investojnë në moralitet dhe në kriminalitet. Unë pres që këtë bota, këtë njerëzimi kanë mund ngrit me jekit klasë politike kriminale prej udhëheqësisë botërore dhe me humanista dhe profesionistat. Nuk jetohet me moralitet dhe me kriminalitet. Cili është suksesi i kësaj, Silvia? Mendon që ka pas sukses gjithë këtë mund që i Unë pres po, Birena vënu shumë po. Ne shqiptare çka duam? Duam me rikthy Gadishullin i lirik, po tash unë po punoj me rikthy Pellazgjia, 2 pellazgologët më të mëdhenj në botë i ki Eduard Schneider dhe Hans Krahe. Këta janë 2 pellazgologët më të mëdhenj në botë që kanë punu. Kjo është gjinë në Greqi, është enciklopedia greke vitit, se s'pesho, 1870 e sa? 1800 Jo, aty është 873. 1873, kjo është në arkivin e Greqisë, se Helenët, grekët kanë qenë shqiptarë, por gjuha greka e re është gjuhë teknike që e kanë bu rusët, përmes kishave, përmes qeverive, që neve me na hubi identitetin kombëtar, me na zbem, ojën munu me na shduk, veç Zotis na ka shduk. Tash duhet mu formu ne duhet të bëjmë një adresë, pore, se i na vënu tepër, gjithë ta shekuj, gjithë ta njerë, gjithë të koka intelektuale në botë. Mos me formu një bërtham kombëtare, me orientu kombi shqiptar, një busoll bre na duhet. Pastaj, na duhen institucionet, Këshillin e lartë, e ku morë thashte profesori Asër Shala, dhe Lëvizja Kombëtare Shqiptare, Këshilli i lartë i sjell politikat, Këshilli i përgjithshëm kombëtar shqiptar i zbaton politikat, Senati të formohet me veprimtar të devotshëm të kombit mbi moshën 65 vjeçare, ta kanë me kontrollu punën e Këshillit të lartë dhe Këshillit të përgjithshëm. Unë mendja me thotë që njerëz që kanë jetu mbi 65 vjet me nder dhe janë shkollu dhe ka kontribu për çështjen kombëtare nuk na lojnë me gabu. Edhe nuk shiten, nuk vlen, mendimi im është. Asamblea me deputet shqiptar nga gjithë bota, por jo deputet që ti i tregona me votu, a mos me votu, por me lënë të pavarur në punën e vetë dhe me ardhë mi raportu asamblejës. Du të me ardhë mi raportu me punën, me kontributin. Unë së thaj, mos mu zbukuru kur të veshin kuvend, por jo në me ta këshyrë ty të lukun, e kënina së mbjem punë kur gjo heq, ose punën kundër asaj çështje që e mënua aty, kjo është ma mirë shko shpibre rribre se do buke hajmë dikon, po dhe vdekshë, po ma mirë me vdek, me ftyrë. Sekretariati i harton aktet normative dhe i publikon në gazetën zyrtare. Kjo është veç një organ. Vetëm kjo më formu, unë garantoj me jetë, shqiptarët kanë me qenë numër 1 në botë. Na shpresojmë shumë. Pastaj, duhet më formu institucionet e tjera, mbas këtyne, duhet formohet një kuvend, se parlamenti është gjuhë jo gjuhë shqipe, te kuvendit e shqiptarët ka vendosur gjithmonë. Pastaj Këshilli ekonomik, arsimor, kulturor, social, i shëndetësisë, kujdestarisë, mjedisit, bujqësisë, kombëtar shqiptar e të tjera. Nuk jemi ne ata që do të me vu pikën, gjithmonë do të me lënë e të tjera, sa s'është mbajt ndonjë kuvend, ndonjë tubim për këtë çështje ende. Komisioni ka me mbikëqyr akti më të lartë normativ, a kanë mjavu emrin kartë, a pakt, a traktat, a kushtetut, unë nuk e di, e të tjera. Këshillin ndërpartijak, ta kanë me formu këshillin e ministra dhe sekretariatin, këtu i kontrollojmë partitë politike dhe i shikojmë këne kanë mrena, çfarë veprimtari e kanë, a janë përshtatshëm me punu për çështje politike kombëtare, a jo. Se këta po vinë në pushtet, nuk e di ka pi marrin pare dhe shka po bojnë. Po bojnë emën, po blejnë vota, po marrin vota, tash se dhja i blejnë e qa i bojnë, po i na mësu tash të thonë po blejnë vota, se dolin me statistika, dim se di që i blejnë vota, se dolin me statistika para se mu mojt fushatat zgjedhore. E ku për din ti kush ka më dajë votën? Del me statistika të goti të njëjta statistika edhe mas fushate. Veç mbetëm të i thonë ka 10 milion në për çdo fushatë dhe kurgjish. Banka qendrore, gjykata e drejtësisë, gjykata e auditorëve, prokuroria, policia, ushtria. Avokati kombëtar shqiptar të inicioj padi për rikthimin e tokave dhe të drejtave të shqiptarëve në Gadishullin e lirik dhe në botë. Vendet për mbledhjen e fakteve dhe provave materiale janë arkivat e Kosovës, Shqipërisë, Cetinjes, Dubrovnikut, Firencës, Vatikanit, Austrisë, Berlinit, Londrës, Parisit, Egjiptit e të tjera. Se gjykata kërkon fakte dhe prova. Që ku janë fakte? Vetë hapni arkivat dhe gjithë çka ka mu vërtetu. Faktorët,
janë faktori historik, geografik, gjusor, ADN apo geni gjoku, onomastik emërtimet, që janë emërtimet e vjetra në për harta, në për arkive dhe e vërteton kjo që thuhet, se këte kanë bu panslavizmi edhe shërbimet e tjera, që ti mos me dit a je në tokën tone nuk je dhe të kjo për ardhen për Karpateve a ne i këndi, a në realitet na këtu kemi qenë gjithmonë, por popullsia ka qenë edhe deri në Karpate më lartë, deri në Atlantide, në kontinente tjera. Kjo ka qenë e vërteta. Tani popujt kanë, edhe ato perandorite më hershme që kanë pushtu, kanë qenë perandori shqiptare, por kanë luftu për pushtet si sa të partit politike tona. Do më thonë gjithër ka pos në dopsi në qeverisje. Pastaj faktori tjetër është faktori topografik, arkeologjik, antropologjik, etnokulturor, juridik, politik, diplomatik e të tjera. Të fillohet me 1 cent prej 1 euro për kokë shqiptari në botë, 28 milion shqiptar nga 1 euro 28 milion. S'kem nevoj me na financu kërkush e me na vlej edhe me lujt me neve që po lujnë dhe kanë lujt në përkohrat të ndryshme. Kush dini më mirë tregoni, këto janë gjëra që unë kom arrit mi mbledh gjatë sesioneve shkencore, kuvendeve, kongreseve, asambleve, mbledhjeve, të ndëgju shkencëtarë botërore, vendore, studiuste, dhe këtu kom arrit, urdoni kush dini më mirë. Se dje na ty të rujnë vetë suksese në punët me të tjeshme edhe shpresoj shumë që gjithë kë mund ka me u shpërbly që është mas mire. Se unë pres që po dhe kam ngrit një ditë, dhe që në Shqipëri veç unë ngritën, kanë dollë qytetarët, po mundon me manipulu, po kjo qeveri kamera, po do të me këshyrë tash kush po na vjen, po shta, qëtu problemi. Frika me madha aty. Ne me profesorin Sazan Guri, me Akademinë në Rënje Tona, me profesorishën Elena Kocaci, me Alfred Sakon, Agronda Lipajn, e shumë të tjerë që kena protestu në për protesta që 10 vjetë më shumë është i Shqipëria, na kena protestu për Butrinti kur është, kena protestu për Sazanin kur është, kena protestu për Detin kur është, kena protestu për gjithë shka dhe për të fundit Zvërneci në Vlorë, që i dha kullëm shitjeve, pasta kena protestu në Durrës kur i ka ndërtu e Dirama 2 objekte shumë të larta, profesori Sazan Guri është edhe avokat dhe me disa grupe tjera ja kana bloku për një kohë të gjatë ndërtimet, se aty mrena ka qenë një pllak që ta ka vërtetu autoktonin. 4 vjet ja zvarritën punët me procedura gjyqësore, prapi fitoj e Dirama me njerëz të vet, e i ndërtoi objektet, atë pllak e kanë shite, e kanë fal, nuk e din kush çka kanë bërë me to, aja kanë dhënë grekëve që me na i hub gjurmët e autoktonisë, me na hub gjurmët e lashësisë dhe të vërtetës. Këta janë politikanë që janë të shitur dhe kanë gjak të prishur që punojnë kundër qytetarëve, kundër vetës, kundër familjes vetë, kundër kombit vetë, kundër gjithve. Si mi duru këta njerëz? Uroj që populli të ngritet edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Qamëri, edhe gjithkon, edhe në Iliri, edhe në Pellazgji. Edhe çka na duhet neve, na duhet një drejtue Vatikanit, më falni, se edhe atje është një arkiv Vatikan shumë e fuqishme, po deshta me thonë UNESCO-s. Mjë drejtu organizatës UNESCO-s, me na rikthy emrin e Pellazgjisë. Kur të na vërteton se ka fakte dhe argumente, me na rikthy emrin e Pellazgjisë, atëherë me kërku me na rikthy territorin. Me kërku me na rikthy emrin e Ilirisë, Gadishullit Ilirik. Para Gadishullit Ilirik ka qenë Gadishulli Albanik. Sllavet e kanë pagu një studius kohës dhe kanë ndryshu emrin prej Gadishullit Ilirik në vitin 1808 në Gadishullin Ballkanik. Pastaj, me rikthimin e emrit Gadishullit Ilirik, mu rikthy territori, mu na rikthy emri Dardani, kush po na ndalon, që 26 vjet, këtu unë e kam atë mlefin të këta politikanë tonë, që luftojnë për partit dhe pushtet dhe jo për të drejtat e njerëzve, dhe për qytet dhe për të drejtat kombëtare, me na rikthy emrin Dardani. Me rikthimin e emrit Dardani, rikthet edhe toka Denazi ka qenë Dardania. Kush po na ndalon? Na rikthet administrimi, s'kem nevojë me bu lufta fare, na rikthet administrimi, i vendosim humanistat dhe profesionistat në pozitat e duhura, dhe çka ka këtu që secë. Normalisht na ty të falenderojmë për zemërsisht që ti ndave kohë me neve, ti e paq shnetën edhe gjitha të mirat. O zoti ju rujt, e falëndir shumë që keni ardhur se këto televizionet shtetërore as që guxojnë me më thirr. A besoj i luti po vi, po jo sjellë këtë material, po thirrëm edhe disa studius, disa shkencëtar që këto i binë në vend me argumente, prova, me libra, me gjona të arkivuara. Kena as njerëz të mirë
është një profesor Zenel, si e ka emrin, miku, ai është tu doktoru në Evropë, në për arkivat e Evropës e të botës, dhe ka pru që çka flasim i ka argumentu me fakte të arkivuara. Plus e kem profesorin Erlena Kocaçi, profesorin Sazan Guri, profesorin Alfred Sacco, e kena profesorin Petrit Belliu, është arkeologi gjuhës shqipe, kemi aq shumë studius në botë që krejt qëto gjona që ka po flitet dhe thuhet në pikat të shkurta, ti argumentojnë me fakte dhe prova të arkivuara.